mbrëma dhe mirë se gjejmë shikues të nderuar edhe me këtë emision të radhës Provita. Ndonëse jemi fest, ne në studio, duke që në fillim duke ju falemnderuar mysafirit ton, i cili erdhi nga Tetova, për të qenë këtu pjesë e emisionit Provita, po ju përshëndes edhe juve shikues të nderuar me këtë emision të radhës. Sonte do të flasim me doktor Bekim Ismaili, cili njerit është edhe kryetari i ri i shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë. Ne doktor Bekimin e njohim edhe si mjek familjar, e njohim edhe si zëvendës kryetar i Odës së mjekëve, antar i Odës së mjekëve Maqedonas, do të thotë këtu në Maqedoninë e Veriut, edhe si ish sekretari i përgjithshëm i shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë. Por tani, siç thash, do e prezantojmë si kryetar të ri të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë. Vetëm të theksojmë se kohë më parë edhe u realizuan zgjedhjet në këtë shoqatë. Njerit që në fillim të emisionit unë falenderoj edhe ish kryetarin, po edhe kryetarët e tjerë me të cilët kemi bashkëpunuar me dekada derisa ekziston, do të thënë, edhe ky emision, por edhe emisionet e mëparshme të kësaj fushë së shëndetësisë. Doktor, është fest, e di që kishit i ngarkuar, por ja që nuk deshet dhe nuk hezituat që të vini dhe të jeni këtu bashkë me emisionin Provita. Fillimisht mirë se erdhët dhe njerit urime për postin e ri si kryetari i shoqatës së mjekëve shqiptar. Mirë mbrëma Sevdije, faleminderit për uratat, mirë se u gjeta në emisionin tuaj, në të cilin kam qenë edhe herë më parë si mysafir, por në cilësi të tjera dhe sonte ja si kryetar i sapo zgjedhur i shoqatës së mjekëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Doktor Bekim, jo që s'keni qenë aktiv, se keni qenë gjithë ata që din për shoqatën, kolegët e ju, e kete din edhe rëndësinë e aktiviteteve që ju i keni bërë gjatë organizimeve të shumta dhe në kuadër të kësaj shoqate, po ja që tani do me thënë jeni kryetar i ri kësaj shoqate. Fillimisht çfarë do të thotë kjo për ju? Është një sfidë apo? Po sigurisht se marrja e përgjegjësisë së kryetarit është edhe sfidë, edhe përgjegjësi më e madhe për mua personalisht, pasi që mbarti një barë të madhe, do të thotë të udhëheq shoqatën e cila është shoqatë më e madhe e mjekëve shqiptar këtu në Maqedoni dhe shoqatë e cila organizon evenimente apo kongrese dhe simpoziume të cilat janë më të frekuentuara dhe me numër më të madh të mysafirëve të cilët vinë dhe i vizitojnë mjekët kongresin e mjekëve shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut dhe çka është me rëndësi, ju e përmendet se deri tani unë kam qenë sekretari i përgjithshëm i shoqatës dhe deri në atë moment ku i kam zgjedhur problemet dhe aty ku nuk kam mund t'i zgjedhi, kam thënë është kryetari dhe ja kam hudh barën apo fajin me një fjalë të them kryetarit i cili ka qenë aktual dhe ja që tani kolegët me votime që i patëm nga Kumanova deri në Struk vendosën që këtë post të ma besojnë mua dhe 4 vitet e ardhshme po të kemi shëndet të udhëhequr në shoqatën e mjekëve shqiptar këtu në Maqedoni. Na e sharoni pak për hir të opinionit si rodhen këto zgjedhje. Është hera e parë që ndoshta 7 prilli nuk është shënuar nga shoqata e mjekëve shqiptar të Maqedonisë me një herë. Sigurisht. Me ca tema të shkurta. Sigurisht. Do me thënë nga të ftuarit aty, por ja që duket aso kohë ishin edhe zgjedhjet, po dikun ngecën, dikun nuk u organizuan ashtu shpejt dhe çdo herë ka shkuar zgjedhja e kryesisë së re, është bërë me atë solemnitetin që e kemi gjatë kremtimit të 7 prillit dhe çdo herë kemi mbajt edhe kuvent si zakonisht e mbajmë çdo vit me 7 prill, po mbajmë edhe kuvente tjera, po me 7 prill mbajmë kuvent ku kryesia jep llogari për punën që ka bën vitin e kaluar dhe ne 7 prillin që e patëm vitin që shkoi, kryetari që ishte aktual, profesor Nevzat Elezi, i shpalli zgjedhjet në përdega dhe i shpalli të hapura që të fillojnë degët, nën degët me organizimin e tyre që të bëjnë zgjedhjen e antarëve të ri të cilët do ta trasojnë më të tje shoqatën e mjekëve shqiptar. Dhe ashtu ndodhi, mirë po, ja që kret, siç e dini ju, kret ne jemi mjek dhe jemi të zanë me obligime të ndryshme dhe nuk kanë pasur do të thotë mundësi që shumë më herët i organizojnë dhe përgatitjet e fundit dhe zgjedhjet nëpër nëndega i kanë bërë muajin prill, do të thotë aty ku ishte edhe data që duhet ne të organizojmë pra
edhe zgjedhjet, edhe kremtimin e 7 prillit. Mirë po nuk dëshironim që ne të mbajmë edhe një 7 prill me kryesinë e vjetër. Ky ishte edhe qëndrimi i kryetarit i cili ishte aktual, se tha ne duhet t'i mbajmë edhe zgjedhjet edhe kremtimin, kështu që tha mandati im, unë nuk jam më në mandat, kam mbaruar mandati im dhe kërkoj që të mbajmë edhe kuvent edhe zgjedhje. Dhe kështu filloi, do thotë fillimisht zgjedhen nëndegët, çdo nëndegë zgjedh kryesinë e nëndegës, nominon antar për Kuventin Qendror dhe nominon antar për kryesinë qendrore të shoqatës së mjekëve shqiptar. Sa degë ka shoqata? Shoqata ka degë duke filluar prej Struk, Kërqov, Dibër, Gostivar, Tetov, Shkup, Kumanov dhe kemi pasur edhe nëndek në Resnje, mirë po doktori si duket ka ndruar jetë, po tani ja që ka edhe mjek të tjerë të cilët gravitojnë atje, kemi mjek të ri tjerë dhe sigurisht se ne do të bëjmë përpjekje që përsëri edhe ajo nëndek, por edhe nëndek në qytetet tjera shpresoj të bëjmë ku kemi tani më fatmirësisht kemi mjek shqiptar si në Manastir, si në Prilep e Gjetiu, ku kemi mjek shqiptar të cilët po duan në një farë mënyrë të organizohen dhe ne kemi për obligim që ata ti afrojmë afër shoqatës në një farë mënyrë edhe të na kenë edhe për krahje, por në një problem të cilin e kanë ato në vendet ku punojnë dhe gravitojnë. Dhe ashtu siç thash, do të thotë çdo nëndek i kishte bë zgjedhjet e veta, cila nëndek më para, cila më pas, dhe kishin deleguar, do të thotë proces verbale duhet i dërgojnë në mënyrë elektronike dhe t'i sjellin në dorë, krejt kjo konform statutit të cilin e kemi ne edhe në webfaqe të shoqatës, i cili është që mund të shohë gjithë secili antar i cili o mjek, po edhe po që se është mjek, do të thotë e kemi transparent statutin, dhe nëndegët i kishin nominuar dhe deleguar kandidatet e tyre për kuvendar dhe antar të kryesisë qendrore të shoqatës së mjekëve shqiptar. Ditën që i caktuam zgjedhjet do të thotë ishte 27 prilli, i caktuam zgjedhjet që i mbajmë në qytetin e Tetovës. Aty u mlodhëm fillimisht kuvendarët, pasi që ashtu e parashe statuti që kuvendarët fillimisht të verifikojnë mandatin e tyre, të zgjedhin organet e tyre dhe zgjodhen kryetarin e kuvendit, i cili është organ më i lartë i shoqatës, dhe zëvendës kryetarin. Për kryetar i kuvendit u zgjodh doktor Polisi nga Struga, kurse për zëvendës të tij u zgjodh doktor Nadir Ajruli nga Tetova, edhe pse kishte edhe propozime tjera për kolegë nga Shkupi, nga Kumanova, qytetet tjera, mirë po, ja, ka kolegë dhe kolege të cilët nuk pranonin një barë të tillë që të marrin postë të udhëheqëse, dëshironin të jenë thjesht vetëm si kuvendar të kuvendit qendror të shoqatës së mjekëve shqiptar. Pasi që kuvendi i zgjedh organet e veta, bën verifikimin e antarëve për kryesi qendrore. Mbasi bëhet verifikimi i antarëve për kryesinë qendrore, kryesia qendrore tërhiqet me një ambient të veçantë dhe nga radhët e veta zgjedh organet e shoqatës së mjekëve shqiptar, do të thotë zgjedh kryetarin, zëvendës kryetarin dhe sekretarin gjeneral. Kësaj radhe ne ishim tre kandidat të mundshëm të cilët garonin për postin e kryetarit. Para se të fillojë mbledhja, patëm normalisht edhe debate dhe biseda të ndryshme. Njëri nga kandidatët u tërhoq nga gara dhe lejoj që na dha mundësinë që 2 kandidatë të hyjmë në garë për zgjedhjen e kryetarit të ri të shoqatës. Mundësia e zgjedhjes ishte në 3 forma, në 3 mënyra, do të thotë zgjedhje me aklamacion, zgjedhje me votim të hapur dhe zgjedhje me votim të msheft. Pasi që me aklamacion nuk do mundeshte, pasi jemi 2 kandidat, atëherë vendosëm të 2 kandidatët, ne ishim dakord që të shkohet, edhe pse kishte mendime që të shkohet nga antarët e vetë kryesisë, që të shkohet me votim të msheft, mirë po 2 kandidatët që ishim në garë, ne kërkuam që të jetë zgjedhja në mënyrë të hapur, pra me votim të hapur, dhe nga ajo rezultoi që numrin më të madh të votave kolegët të më besojnë mua, dhe ashtu që ndodhi që unë të zgjidhem kryetari i ardhshëm i shoqatës së mjekëve shqiptar që duhet ta udhëheqë shoqatën 4 vitet e ardhshme.
Disa herë kemi theksuar sa janë antarët në këtë shoqat, por tani po ju pyes juve, kemi apo jo mjaft antar? Rritet numri gjithnjë më shumë, sepse dikur më kujtohet në fillim apo jo. Po në fillim nëse kthehemi te fillimet edhe duk tu haptas unë pasi që tani mbaj duket edhe me numra postin e ri dhe barë të madhe mbaj për kolegët e mi shqiptar, do të thotë nëse ju keni ndjek apo pararësit tuaj ndoshta u kanë përcjell, do thotë fillimet kanë qenë shumë të rënda, kur kanë filluar hapat e parë që të hapet një shoqat në një farë mënyrë mjekët shqiptar këtu në Maqedoni të organizohen, pasi që ka pas vetëm shoqata e mjekëve të Maqedonisë, e cila mund të them edhe nuk i ka përfillur as pak, pasi që edhe numrat kanë qenë shumë të cekët dhe të mangët të vogël, do thotë ka pas shumë pak mjek dhe aso kohë fillimet i kanë bërë bashkërisht mjekët, stomatologët dhe farmacistët shqiptarë dhe shoqata e parë ka qenë shoqata e mjekëve, stomatologëve dhe farmacistëve shqiptarë. Ja, edhe ju thoni se keni mbri atë kohë, edhe unë pse atëherë si mjek i ri sa kam fillu, do të thotë që të jem dhe di se prej ditëve të para kam qenë janë taksum dhe aktiv në shoqatën e mjekëve shqiptarë këtu te ne, dhe pastaj do të thotë me rritjen e numrit të mjekëve, normalisht se stomatologët kanë arritë dhe farmacistët në një numër më të madh. Ato kanë shoqatën e vetë stomatologët dhe tani në fund edhe farmacistët kanë krijuar pra shoqatën e tyre të farmacistëve shqiptar këtu në Maqedoni. Dhe kur jemi te numrat, gjithsesi tani fatmirësisht me hapjen edhe të Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë në Tetov, numri i mjekëve shqiptar do të thotë është rritur dukshëm. Unë këto numra i kam edhe pasi që e përmendet se jam edhe zëvendës kryetar i Odës së Mjekëve, i kam numrat edhe i shoh edhe atje se kemi një rritje kogja të madhe, e cila e rritën edhe peshën e vetë mjekëve shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut, dhe tani për tani pagesa është pasi që është në mënyrë vullnetare, pra nuk obligohet askush që të bëj pagesën, do të thotë është me vetë dëshirë, antarësimi pra është me vetë dëshirë, dhe ato që janë në për spitale e kanë të rregulluar në atë mënyrë që me automatizëm këtu një është pagesa simbolike, mund edhe të dihet, është 100 denar në muaj, po vetëm ajo dëshmon se je antar i shoqatës dhe me atë të jepet mundësia në bazë të statutit aktual që e kemi të zgjedhish dhe të zgjidhesh. Pra edhe kjo është një kusht mund të thuhet? Urdhë? Një kusht mund. Po mund të thuhet edhe një kusht se të zgjidhesh dhe të zgjidhesh duhet të jesh paktën 2 vitet e fundit antar që paguan antarësinë e rregullt në shoqatën. Edhe kretë shoqatat zoten e kanë një mënyrë të tillë të organizimit, pasi që nëse dëshiron të jesh pjesë e asaj, duhet në një farë mënyrë edhe të kontribosh të jesh pjesë e vetë shoqatës. Dhe tani numrat janë të ndryshëm, pasi që jo gjithë mjekët janë të punësuar në sektorin shëndetësor shtetëror, kemi në sektor privat, kemi në për institucione, në për shkolla, kemi në për kompani farmaceutike, kemi në Ministri të Shëndetësisë, në fond të shëndetësisë, pra kanë gjetur mjekët vende të ndryshme të punës, pra nuk janë krejt të punësuar në të shtetit që në një mënyrë ta rregullojnë edhe pagesën e tyre, po ato që dëshirojnë gjejnë mënyra, pasi që edhe vetë zhirollogaria është në webfaqe dhe ata të cilët dëshirojnë dhe bëjnë pagesën e shoqatës. Dhe kur jemi te numrat, fatmirësisht që ne i kemi rritur numrat dhe tani janë pjekur kushtet dhe kemi ardhur në një moment që tani edhe ne edhe të profilizohemi, pra që në kuadër të shoqatës të kemi seksione të ndryshme, qofshin të kirurgëve, qofshin të kardiologëve, qofshin të traumatologëve, qofshin të endokrinologëve, rentgenologëve, ekstu me radhë, pasi që çdo ditë numri i specialistëve të ri, të cilët mbarojnë specializimin në fushat e ndryshme tek ne mjekët shqiptar është në rritje dhe mund ta them një numër të përgjithshëm se ne jemi gati 2000 mjek shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut. Roli dhe rëndësia e kësaj shoqate për ju si mjek në përgjithësi? Po përveç organizimeve që i bën, mund përfshihet, çfarë krejt mund bëni, a ju vetëm do me thënë të më organizoni kongrese, sa ju përfillet fjala, sa mund të sugjeroni ndryshime në reformat, sa nga ana tjetër edhe pyeteni nga institucionet kompetente për ndonjë ndryshim, për ndonjë ndryshim në legj. Përveç organizimit që tham të eventeve të cilët, siç e kemi organizimin e 7 prillit, ku aty marrin pjesë, ne bëjmë thirrje të hapur dhe aty nuk
asnjëherë nuk ka pas dikush të mbaj llogari dhe të shohë se a është antar i rregullt me pagesë apo pa pagesë, do thotë aty në atë manifestim marrin pjesë shumica e mjekëve të cilët normalisht gjejnë kohë dhe shprehin dëshirë të vinë në kremtimin e 7 prillit dhe ne gati se vite me radhë, jo çdo vit, po në disa vite kemi arritur që të sigurojmë edhe një prezentim apo një farë punëtorie të mbajmë në kuadër të 7 prillit që kolegët tonë në një farë mënyrë të sigurojnë edhe pikët të cilët u duhen për relicencim. Kurse kur jemi te takimet profesionale të cilët tani më vite me radhë ne organizojmë në Struk, aty pra kemi edhe tema, kemi përvoja shkëmbim të mendimeve, shkëmbim të përvojave, të marrim njohuri të reja dhe po ashtu edhe aty mjekët tanë shqiptarë gjithashtu i sigurojnë edhe pikët të cilët i kanë mëse të nevojshme për relicencimin e tyre, pasi ne çdo 7 vite jemi të obliguar si mjek në bazë të regulativës ligjore të mbrojmë licencën dhe ajo mbrohet në bazë të vazhdimit kontinuitetit të trajnimeve të ndryshme të qofshin kongrese, simpoziume, punëtori të ndryshme që ne t'i vazhdojmë pra licencat tona. Por nuk është vetëm kjo. Pra, ku është e roli dhe rëndësia e shoqatës? Ose roli kryesor. Roli kryesor. Pasi ne dim se jetojmë me një shtet multietnik dhe normalisht se gjithë secili mundohet që në një farë mënyrë ti etabloj kërkesat e veta të cilat i ka në kuadër të veprimtarisë vet këtu në Maqedoninë e Veriut ku ne punojmë dhe gravitojmë dhe sigurisht se me ndihmën e shoqatës apo nëpërmjet shoqatës bëhen edhe krejt organizime tjera apo pjesëmarrja nëpër organe të ndryshme, qoftë në komisione të ndryshme të cilët janë në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, qoftë të fondit shëndetësor dhe ajo që është e më rëndësishme pra kur janë zgjedhjet të cilët mbahen për organet e odës së mjekëve ku ju e dini se ne jemi në një numër të mirë të përfaqësuar në odën e mjekëve, pasi që përmendet edhe ju kemi postin e zëvendës kryetarit, kemi një nën-kryetar, kemi antar në këshillin drejtues, kemi kryetar dhe antar nëpër komisione të ndryshme ku kolegët tanë kanë nevojë që t'i kryejnë nevojat e tyre të përditshme, të ndryshme të cilët i kanë gjatë veprimtarisë të tyre si mjek dhe si profesionist që punojnë në vendet e tyre të punës. Dhe kur jemi të pjesëmarrja nëpër komisione të ndryshme dhe sa mund të fjala e jon aty të shkojë, ne dim se gjatë kësaj periudhe janë ndruar shumë ministra të shëndetësisë dhe normalisht jo gjithë secili na ka ftuar, po mund të them se shumica prej tyre kanë pasur sens që të na ftojnë neve si shoqat të bëjmë delegimin e kandidatëve tonë të mundshëm të cilët do të merrnin pjesë në komisionet e ndryshme të cilët veprojnë në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, programeve të ndryshme, përgatitjen e listës së barnave për listën pozitive, programe të ndryshme preventive që janë për smundjet mentale, për duhanpirje, për karcinom të gjirit, për karcinom kolorektal, e kështu me radhë, dhe mund të them se në krejt të komisionet së paku 1 apo 2 përfaqësues kemi të cilët janë të deleguar nga shoqata. Nuk kanë shkalohen sigurisht se jo. Kërkesat, sugjerimet e juaja. Dhe sigurisht se krejt ato fatmirësisht kanë dhënë edhe kontribut të jashtëzakonshëm me pjesëmarrjen e tyre, pra kanë qenë mjaft produktiv dhe normalisht ato në ato momente ku shohin se ka ndonjë çështje e cila na tangon neve si shqiptar që veprojmë në Maqedoninë e Veriut, sigurisht se ato pastaj na shpalosin neve në shoqat dhe atëherë shoqata me autoritetin e vet hyn në bisedime qoftë me ministrinë, me fondin, me krejt organet shëndetësore që ato kërkesat të cilët na tangojnë neve direkt si mjek shqiptar tu në Maqedoninë e Veriut në një farë mënyrë pra ti realizojmë dhe krejt kjo bëhet jo për ndonjë kërkesë të cilën e kemi ne personale, bisedohet për ne si mjek personal, po bisedohet për të mirën e popullatës, për të mirën e pacientëve tonë, pasi ne tek të fundit jemi për pacientët. Po që si kemi pacientët edhe veprimtaria jonë nuk do të vlente si profesionistë të cilët veprojmë dhe punojmë dhe veprojmë këtu në vendin tonë. Pra, krejt atë ne e bëjmë për të mirën e pacientëve tonë, që neve të na lehtësohet puna, mënyra e punës dhe veprimit, që të jemi sa më të afërt dhe sa më produktiv pra për
qytetarët dhe për pacientët tonë. Bashkëpunimi i shoqatës së juaj me ato si motra, qoftë domethënë në vend edhe jashtë vendit, do vazhdon? Sigurisht se do. Sigurisht se do. Kam pas mundësi. Çdo herë ne kemi pasur. Do kenë ndonjë ndryshim në këtë drejtim apo jo? Çdo herë ne kemi pasur bashkëpunim të mirë. Ju keni qenë dhe na keni ndjek neve në evenimentet që kemi pas dhe dini se çdo herë ne kemi pas përfaqësues nga shoqata të ndryshme, profesionale të cilët veprojnë këtu në Maqedoni, po ashtu edhe nga Kosova dhe nga Shqipëria, nga Malizi dhe nga Lugina e Preshevës dhe gati se çdo vit ne kemi pasur përfaqësues të shoqatave të cilët gravitojnë atje dhe të odës së mjekëve, qoftë të Shqipërisë, qoftë të Kosovës, pra kemi pasur mysafirë të cilët kanë marrë pjesë edhe në pjesën e hapjes, në pjesën solemne, po kanë marrë pjesë edhe pjesë aktive, duke marrë pjesë në ligjerata, në punëtori të ndryshme të cilët dhe sesionet plenare të cilët ne organizojmë në kuadër të kongresit tonë, që siç e dini zgjatën 2 deri 3 ditë, varësisht prej asaj se si vendosim ne si kryesi se sa do ta mbajmë, sa do të jetë 3 ditë apo 2 ditë apo 4 ditë do të jese, dhe varësisht prej asaj në vazhdimsi ne kemi pasur edhe kolegë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Lugina e Preshevës, nga Mali, por edhe mjekë shqiptarë të cilët punojnë dhe gravitojnë në Europë, zote në falemiderim të tyre ne arrim që kur e bëjmë akreditimin e vetë simpoziumit të marrim pikët maksimale të mundshme, pasi që rregulloria e vetë odës thotë se nëse kemi ne ligjërues të cilët janë nga jashtë, ne mund të marrim pikat maksimale, për ndryshe do të merrnim shumë pika, pra do të akreditonim me një numër të vogël të pikëve vetë simpoziumin apo takimet që i mbajnë profesionale. Sekretari i përgjithshëm deri tani barën kryesore e keni ju. Ju thatë edhe vetë, për çdo problem kur s'keni mundur ta zgjidhni, jeni drejtuar te kryetari ose e keni lëshuar. Tani të njëjtën gjë do e bëjnë të tjerët tek ju. Planet afat shkurte, afat gjate, si keni planifikuar? Do ndryshoni diçka apo jo? Po për momentin ne do vazhdojmë atë që unë nuk duhet të jem shumë ambicios, duhet të them se qëllimi im njëherë të mbaj shoqatën në nivelin të cilin ka qenë, pasi që fatmirësisht ka qenë në një nivel të mirë, po sigurisht ne do mundohemi që të bëjmë edhe ndonjë ndryshim për të mirën e kretë kolegëve, pasi që dini ne përveç aktivitetit që kemi në kuadër të shoqatës, ne kemi edhe revistën e Medikusit, e cila është revistë mjaft e etabluar, në të cilën revistë kretë profesionistët si në vend edhe më gjerë, pra bëjnë botimin e punimeve të tyre profesionale, pa të cilët nuk mund të mbrojnë as specializimet, as subspecializimet, as të bëjnë ngritjen e tyre në grada qoftë në thirrje shkencore si doktor shkencash, si docente, profesore kështu me radhë, pra falë revistës tonë e cila fatmirësisht deri tani. Ka ditë pak më parë më duket e botuat Medikusin e radhës apo jo? Po Medikusin e radhës, pasi siç e dini ne atë botojmë 3 herë në vit, minimumi është 1-2 herë që të jetë revistë e cila është relevante, po ne ja që kemi arritur 3 herë të botojmë, pasi që kemi interes nga kolegët të cilët dëshirojnë dhe kanë kërkesa të botojnë, dhe ne atë botojmë ne, si që tha, 3 herë në vit, në fund të prillit, në fund të muajit gusht dhe në fund të muajit dhjetor, pasi që edhe nuk mund të bëjmë në një numër me shumë të madh, po çdo herë kemi mbi 20 punime nga kolegë të cilët botojnë për nevojat e tyre të cilët i kanë. Por ka edhe kolegë të cilët botojnë vetëm që të jenë në hapa me shkencën ashtu si gjetiu që janë. Është herët apo jo t'ju pyes ndonjë ide të juaj që do e kishit filluar? Sepse ju thatë edhe vetë, gjithmonë sekretar që barën kryesore të organizimit e kishit ju, por tani do me thënë, do ta shpërndajmë. A ka pas diçka që ndoshta keni dashur, do me thënë, ta bëni pas keni mundur? Kemi kryesi të re të gjerë, dhe gjithë secili do të marrë shpejt, ne do të mbajmë një mbledhje tani të zgjeruar bashkë me kuvendarët dhe do të vendosim për hapat e më të tjeshëm që do t'i marrim për shoqatën, për simpoziumin e ardhshëm, për zgjedhjet tjera e kështu me radhë në bashkëpunim me kret kolegët, pasi që as mbaron dhe as fillon me mu shoqata, as ka qenë përpara dhe as me mu do të mbarojë, sigurisht se postet tona janë të ndryshueshme, ashtu siç kanë qenë për para. Por megjithatë doktor do jeni gjithmonë, edhe ju dhe gjithë ata që kanë qenë doktor, profesor, prap titullin e kanë dhe më vjen mirë që jeni në numër. Diçka tjetër
që doni të thoni rreth shoqatës, që ndalemi tani tek sfidat si ju si shoqat, do me thënë, i shikni sfidat në shëndetësi, problemet në sektorin e shëndetësisë, mjekët e rinj, pagat, situatën, mosbesimi tek sistemi shëndetësor me gjithë këto gjërat që ndodhen. Sigurisht ju jeni këto në rrjedhë, i dini këto, i komentoni apo jo, keni sugjerime apo jo, si të duhet të vazhdimisht në rrjedha, qoftë në shoqatë si sekretari. Qoftë në odën e mjekëve, po edhe në shoqatën e mjekëve Maqedonas jeni aty. Po edhe në shoqatën e mjekësia familjare, po. Po, të mjekësia familjare. Të mjekësia familjare, edhe aty jam në këshillin drejtues, pra edhe aty jam në organet udhëheqëse, pasi që atë kam është specializimi im pra jam mjek specialist në mjek familjar dhe normalisht se aty mundi nëpërmjet asaj shoqatës disa kërkesat të cilet janë të veçanta ne mund t'i bëjmë tek organet shëndetësore të cilet janë në vendin tonë. Ne çdoherë jemi në rrjedha me krejt ndryshimet të cilet ndodhin në vendin tonë, si atë që përmendet për kushtet në të cilet punojnë mjekët, për pagat e mjekëve, për mjekët e ri të cilët sapo mbarojnë, mundësia për të marrë ato specializime, mundësia për të zgjedhë specializime, që ne të mbajmë një numër sa më të madh të mjekëve në vendin tonë, mos kemi ikje dhe dundje të mjekëve nga vendi jonë, por jo çdo herë ne arrim, qoftë ne si shoqata e mjekëve shqiptar, po qoftë edhe shoqata tjera si motra, pra pasi që politika shëndetësore i sjell qeveria, i sjell Ministria e Shëndetësisë dhe jo çdo herë ne arrim mirë, po ne duhet të jemi të zonshëm, çdo herë të mbrojmë interesin e kolegëve tonë, pavarësisht se janë shqiptarë në Maqedoni, normalisht kur shkojmë bëjmë kërkesat i bëjmë të përgjithshme, por normalisht se neve na takon pjesa jonë ku ne punojmë dhe gravitojmë si mjek shqiptar, cilet janë ato kërkesa më emergjente dhe më shpejt të cilet duhet ne t'i artikulojmë për mjekët tonë shqiptarë të cilet punojnë, të cilet japin pra ndihmë popullatës tonë aty ku punojnë dhe ne ku gravitojmë. Cilat janë dobësitë të cilat do i kishit cekur si kryetar tashmë i ri i shoqatës së mjekëve shqiptar duke parë gjendjen në vend? Po sigurisht unë kam pas mundësi të shkoj edhe në shumë simpoziume, e kongrese, takime të ndryshme edhe në Europë edhe gjetiu dhe çdo kundi sfidat shëndetësore janë shumë të rëndësishme dhe krejt sistemet shëndetësore ku të shkoni dhe t'i pyetni kolegët pavarësisht pagave që i kanë në vendet të ndryshme, pra pagat edhe shumë më të larta, çdo kundi ka pra pakënaqësi për sa i përket mjekëve, karshi sistemeve shëndetësore dhe çdo kundi mjekët kanë kërkesat e ndryshme që në farë mënyrë të jenë sa më efektiv në punën e tyre që e bëjnë. Pasi që ne nuk e kemi vetëm qëllimi i marrjes së pagës, nuk është e krejt vetëm pagesa e mjekëve, të themi, por janë edhe rrethana tjera, kushtet ku punojnë, rrethanat e ndryshme që ne të jemi sa më produktiv në punën tonë të cilën e bëjmë. Pasi që përmenda se jam vetë mjek familjar, unë do të nisi nga administratat të cilën e kemi të ngarkuar në mjekësinë primare, me të cilën ne çdo herë kur shkojmë edhe në bisedime me organet shëndetësore, qoftë si përfaqësues i shoqatës, qoftë si përfaqësues i odës apo i mjekësisë familjare, çdo herë në mënyrë të thjeshtë dua t'ua elaboroj organeve shëndetësore, pasi që nëse te ne një pjesë administratës tërhiqet, pra një pjesë asaj punës të cilën e bëjmë me letra tërhiqet, ne do të jemi më produktiv duke i shituar pacientët tonë. Në atë mënyrë, ne do të ndalim një fluks të madh të pacientëve të cilët do të shkonin në mjekësinë sekondare dhe terciare. Besa edhe për anashkalojmë atë sekondar me drejt për drejt, me automatizëm do t'u lehtësohet puna edhe atyre në mjekësinë sekondare dhe atyre në atë terciare. Pra ne në vazhdimsi kërkojmë, edhe pse intencat e organeve shëndetësore janë në vazhdimsi se janë duke bërë ndryshime dhe bëjnë ndryshime, por ja që ende tek ne si profesionistë nuk janë të ndihshme ato aq sa ana e sharoni atëherë doktor, çfarë krejt duhet bëj një mjek familjar? Unë çdo herë kam thënë, po edhe gjithë thonë, dera e parë ku trokitet për çdo problem shëndetësor është mjeku familjar. Edhe mjeku familjar ka pacient vet, do të thënë
jo rastisht është familjar, do thotë jo vetëm një pacient, por mbar një familje, një anamnezën, gjithë ato. Por të njëjtën kohë duhet të ketë edhe ca aparatura të cilat duhet i ketë apo jo, që të vazhdoni ju të kryej veprimtarinë e tyre. Ato që mos t'i dërgojmë domethënë pacientët në atë sekondare, pastaj edhe disa drejta tjera duhet i ketë edhe vetë mjeku familjar, sepse nëse nuk është me ligj rregulluar, ai nuk mund të nënshkruan ca receta ose të caktoj termin për shembull tek një subspecialist, një specialist terciar, pa e kaluar atë sekondare. Na e sqaroni këtë, çfarë duhet bëjë një mjek familjar ose sipas jush? Sigurisht se porta e parë ashtu si mjek familjar. A ndjeni të anashkaluar nga sistemi? Si thonë edhe anglezët, porta e parë e takimit të çdo qytetari me sistemin shëndetësor janë mjekët familjar apo mjekët e mjekësisë primare, pasi që në vendin tonë kemi dikundi afër 1400 sa mjek në mjekësinë primare dhe për tyre gati se 1/3 tani më e kanë kry edhe specializimin në mjekësisë familjare, me të cilën i kanë të rritura edhe kompetencat e tyre, të cilat kompetenca edhe sot e kësaj dite nuk janë të pranuara për mjekësinë familjare, mjekësinë primare. Dhe gjatë specializimeve, kurrikulumet që kemi pas, ne kemi marrë aftësi dhe kompetenca që të kryejmë edhe disa procedura, me të cilat ne nuk do t'i dërgonin pacientët në mjekësinë sekundara, pa që përmendet ju për fakt të keq. Cilat kompetenca po i kërkoni, nuk i keni, si mjek familjar? S'paktën ne jemi të edukuar të bëjmë kontroll të veshit, kontroll të syrit, edhe pse në një farë mënyrë ne e bëjmë. Mirë po, ingerencat për përshkrim pastaj të terapisë së mundshme, pra ne kemi të kufizuar. Dhe unë jam i detyruar, edhe pse e kontrolloj dhe mund ta verifikoj se çfarë diagnoze ka pacienti, përsëri jam i detyruar ta dërgoj pacientin në mjekësinë sekondare të më sjell një rekomandim për t'ia përshkruar një recetë të caktuar. Pastaj në kontakte që i kemi ne me shoqata tjera si Motra, tani ne shpejt para se të mbahen zgjedhjet në shoqat, patëm edhe simpoziumin e 27 të mjekëve familjar, që u mbajt 24-26 prill në Shkup u mbajt ky eveniment, ku unë kam marrë pjesë aktive, kam pas edhe ligjëratën time, dhe normalisht se aty kishte edhe kolegë të cilët vinin nga Slovenia, nga Kroacia dhe nga shtetet tjera përreth, ku atje ingerencat e mjekëve familjar pra janë shumë më të avancuara. Atje kanë mundësi të bëjnë eho të abdomenit, kanë mundësi të bëjnë eho të gjëndrës tiroide, kanë mundësi që të vendojnë holter 24 orë pacientit, me të cilën ne shumë do të ja lejonin pastaj punën një specialisti të fushës përkatëse, specialist të kardiologjisë apo të gastrohepatologjisë. Edhe atyre u alecon, mirë po ligjërisht ne nuk kemi të drejtë që t'i bëjmë këto investigime dhe normalisht se intencat tona janë që ne të kërkojmë në vazhdimsi. A jeni duke kërkuar ose keni takime për të kërkuar? Sigurisht i kemi. Apo merren në konsiderat këto kërkesat? Po ato merren si kërkesa, mirë po duhet shifet modeli. A duhet edhe serviten në këtë drejtim? Modeli pagesë, sigurisht duhet bëjmë trajnime të caktuara, të blejmë aparaturë të caktuar, e cila aparaturë atë investim ju duhet ta bëni apo kush? Gjithsesi se kushton ajo aparaturë, mjete janë shumë të mëdha, mirë po mund të bëhen praksa 4 apo 5 praksa të miren me një patologji, të cilën e kanë në vende të ndryshme, pra 4 apo 5 mjek familjar, të cilët kanë një numër të caktuar. Te ato 4 apo 5 mjek bëhet një eho të themi e gjëndrës tiroide. Te 4 te 5 mjek tjerë bëhet një investigim tjetër. Pra, mënyra dhe modalitete ka të ndryshme, të cilët ne i shohim edhe në vendet përreth apo edhe më gjerë në Europë. Sigurisht se ne do të bëjmë edhe trajtime të duhura, jo gjithsecili do të ketë dëshirë dhe do të ketë mundësi që ta bëj, po një pjesë e madhe sigurisht do të kenë. Dhe kjo do të ishte edhe një stimul për mjekët e ri të cilët ja që pasi që vinte unë në mjekësinë familjare dhe në mjekësinë primare janë të obliguar pasi që kryejnë studimet e tyre 6 vjeçare, 6 muaj janë të obliguar të bëjnë stazhin e obliguar që kanë dhe një muaj e kanë në mjekësinë familjare, ato rrinë edhe më tepër të une apo në ordinanca tjera, por kur e shohin se sa administrat kemi dhe sa jemi të ngarkuar dhe të mbi ngarkuar dhe sa i kemi të kufizuara kompetencat dhe ingerencat, ato nuk marrin hapin që ose të hapin ambulantat e tyre primare, apo të punësohen të ndonjë ordinancë e cila punon mjekësinë primare apo mjekësinë familjare dhe menjëherë kërkojnë në një farë mënyrë të gjejnë mundësia e parë të jepet të shkojnë ndonjë specializim të fushës tjetër, kurse unë mendoj se atë edhe që kur mbaj edhe ligjërata të
të mjekësisë familjare në Fakultetin e Shkencave Mjekësore në Tetov, ndihen mjaft të kënaqur studentët kur ndigjojnë se kretat çka e punojmë ne, pra e shohin në ligjërata, por kur vinë në praktik dhe shohin se deri ku janë mundësitë tona, ato dëshpërohen dhe demoralizohen. E një optimist se do ju mundsohen këto, ose do ju realizohen këto optimizmi vdes i fundit. Normalisht se ne në vazhdimsi kërkojmë dhe do t'i kërkojmë këto mundësi që të na jepen. Tani besoj se sigurisht edhe në kuadër të shoqatës unë do jem më i zonshëm, pasi jam i atij specializimi, pra i mjekësisë familjare, dhe thash kretë këtë e bëjmë që edhe neve do të na lehtësohet në një farë mënyrë puna, por edhe do hiqet numri pacientëve të cilët do të shkonin, do të jenë mbi ngarkesë të cilën e kanë mjekësia sekondare dhe terciare, në një farë mënyrë do të zgjidheshte, edhe normalisht edhe numrin, edhe ne duhet të kemi një numër më të vogël të pacientëve të cilët i shiqojmë, pasi që kemi numër shumë të madh, kemi frekuencë shumë të madhe të pacientëve, pasi që përveç punës që e bëjmë ne si mjek, kryjmë edhe shumë shërbime të tjera për pacientët, qofshin për kërkesa ortopedike, qofshin për vërtetime për udhëtime jashtë shtetit, qofshin për vërtetime të ndryshme, pra janë një numër i madh i formulareve të cilët ne jemi të obliguar t'i mbushim dhe t'ua mundsojmë pacientëve, pasi që ato na kanë zgjedhur neve si mjek familjar dhe normalisht me rregullativat e tanishme ligjore, ne duhet t'va plotësojmë dhe t'va rregullojmë. A mendoni se gjitha ato punë që ju dhe shërbime që ju mund të na jepni neve si pacient, mjekësia familjare, se mjekët familjar ne si qytetari di? Apo ndosë që ju veti, kur them ju do të thotë nuk flas personalisht vetëm ju, po në përgjithësi gjithë mjekët. Jo krejt qytetarët dhe pacientët din, dhe në një farë mënyrë ne jemi edhe si avokat të vetë pacientëve tonë, pasi që ne ua tregojmë ato ingerenca, ato mundësi të cilët i kanë, po shfrytëzimin e mjeteve të ndryshme ortopedike, apo po shfrytëzimin e shtesave të ndryshme, shembull, pasi që jo të apostrofoj veten, po s'ka një javë që kam pas një pacient i cili kishte problem me pamjen dhe kishte dikundi mbi 90% të humbje të pamjes së syve, e kishte sjell djali vet dhe normalisht unë udhëzova të shkoj te shoqata e cila është për pacientë të cilët kanë probleme me pamjen dhe marrin kartela të veçanta dhe në bazë të asaj kartelës u mundsohen një sër lehtësimesh të cilët u mundson pra shteti, vendi u mundson qoftë komuna, qoftë shteti që të kenë sa do pak të ndihen edhe ata si qytetarë të barabartë, pasi asnjëri kur nuk dëshiron të ketë një invaliditet, po ja që e kanë, pra ne jemi në një farë mënyrë themi edhe si avokat të vetë pacientëve tonë, të cilët i ndjekim dhe i përveç këtij rasti, çfarë është ajo tjetër që ndoshta ne nuk mund dim se mund na informoni se cilat janë ato shërbime, cilat tjerat mund t'i marrim, domethënë nuk i di. Kemi dhe raste të tjera shumë. Po ka raste të ndryshme, thashëm varësisht prej invaliditetit, varësisht prej kërkesave që kanë pacientët të ndryshme, ne ua tregojmë se ka shembull barna të cilët nuk janë në listën pozitive, por ja që pastaj i rimburson shteti. Ne jemi të obliguar t'ua tregojmë pacientëve tonë. Ata të cilët ka pacientë të cilët thotë unë kam mundësi ekonomike. Po mund t'i marr vetëm mi tregon cilat janë më efikase, po. Mirë, po kemi mundësi të ua tregojmë në pacientëve ata të cilët normalisht ne ua tregojmë të gjithëve dhe duhet të tregojmë të gjithë pacientëve, po ato të cilët kanë mundësi i marrë, ato të cilët nuk kanë mundësi ekonomike, ne duhet t'ua tregojmë mënyrën më të lehtë që normalisht mos ua dëmtojmë edhe atë buxhet të cekët të cilët e kanë familjarë. Ku është roli i telemedicinës tashmë veç po flitet dhe kam filluar ca pilot projekte. Si e shef mjekësia familjare telemedicinë? A do ju ndihmon? Po sigurisht se është e mirë se ardhur çdo reformë e cila do t'ia lehtësonte punën si mjekëve, ashtu edhe pacientëve. Një lehtësim që e kemi ne që na ngeli për fat të keq ne patëm pandeminë me COVID-19 dhe prej atëherë ngeli që terapinë kronike s'paktën pacientët në mundin atë të cilët të cilën e kanë të rregullt, që nuk kanë nevojë për një ndryshim, ta bëjnë nëpërmjet të telefonit. Pra të na thirrin neve në telefon, të përgjigjet motra medicinale apo administratori që është në ndonjë ordinancë të caktuar dhe në atë mënyrë t'u lëshojmë që ta marrin në barnatoren të cilën e kanë më të afërt, pasi që fatmirësisht tani më barnatore ka në çdo skaj dhe cep të qytetit dhe mund ta realizojnë
një kërkesë të tyre. Kur jemi tek telemedicina, sigurisht ajo është e menduar për vendet të cilet janë shumë më të mëdha, të themi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ekziston ajo, pasi që nuk mund shteti atje në Alaska të dërgoj ekipe mjekësore të cilët apo të bëj një spital atje për një numër shumë të vogël të pacientëve dhe normalisht ato lidhen direkt, po edhe ajo kërkon teknikë të mundshme, pra kërkon mjete, pasi që mund të lidhet direkt atje, mund ne t'ja ndjekim shtypjen, t'ja ndjekim pulsin, t'ja ndjekim apo ritmin e zemrës e kështu me radhë që ne pastaj t'i japim sugjerime. Po ja që edhe te ne ka fshatra të cilet janë në thellësi, në malësi, veçarisht kur janë kushtet e randa gjatë periudhës së dimrit, kur ata qytetarë nuk mund të kenë qasje në ambulantën më të afërt apo spitalin më të afërt ku gravitojnë, ku jetojnë ato, do të mund të lidhemi nëpërmjet telemedicinës dhe tu japim një ndihmë edhe atyre qytetarëve që mos ndihen edhe ata të anashkaluar se sistemi shëndetësor pra i ka lënë anë. Pasi përmendet fshatrat, pse besoj që i dini këto informacione, pse mjekët familjar nuk punojnë në ordinancat në vendet rurale, sidomos në ato që janë në vendet mbi mjaft lartë, të thotë? Ekziston një stimulim të cilin e jep, tash nuk duhet hi në ingerencat e fondit për shëndetësi, të cilin ka qenë ai stimulim motiko edhe kur janë ndërtuar ato ambulancë, ato janë të zbrasta, të themi në majën e zezë. Nuk e di si ndodhen këtu në qytetet tjera, po për sa i përket qytetit nga vi une në Tetov, e di se gati mbi 90% të ambulanta janë të mbuluara dhe ka mjek të cilët shkojnë dhe si në Sedllarev, si në Gurgurnic, si në fshatin Vejt, si në fshatin Gjerm, si në fshatin Novosel. Besoj janë disa fshatra të cilët e di se janë, pasi që kam pas mundësi të shkoj dhe të punoj të disa. Ose njëherë në javë, dyherë në javë shkoj. Po, shkojnë mjekët, por janë të obliguar që një motër medicinale të jetë në ambulant çdo ditë që disa nevoja më emergjente t'u akryjnë këtyre pacientëve. Dhe ato deri para pak kohë kanë pasur një pagesë shumë të ulët pra, dhe normalisht nuk kanë pasur stimul që të shkojnë, pasi që ka edhe mjekë që kur shkojnë ato ordinancat të cilët janë tepër të largëta dhe kur janë kushtet atmosferike të rënda, ato duhet të rinë edhe të ndarë nga familjarët e tyre, pra edhe të flejnë, të rinë, të qëndrojnë me ditë të tëra në këto ambulanta. Mirë po besoj se me ndryshimet e fundit që e në ba dhe që i kemi inicu edhe në kuadrë të mjekë, të odës e mjekëve, pasi që kemi komision të veçantë në kuadrë të odës e mjekëve, komision të veçantë, të cilin e kemi vetëm për mjekësin rurale, ku kemi edhe antarë tonë nga shoqata e mjekëve të cilët gravitojnë në këtë komision dhe i kemi zgjedhur ato mjekë të cilët direkt punojnë në këto ordinanca që janë rurale, pasi që ato e dinë më pësër afërmi problemin me çfarë ato ballafaqohen në ato vende të punës dhe normalisht sigurisht se këtu varet nga stimulimi që do t'u jepte shteti këtyre mjekëve dhe ekipeve mjekësore, pasi nuk mund të ketë vetëm mjek, duhet të jetë ekip mjekësor edhe motër medicinale apo teknik medicinal që të jenë më afër këtyre qytetarëve që gravitojnë në këto vende rurale. Si mjekët familjare komentojnë tani terminin ku është aq transparent dhe shohim edhe ne si qytetar, cili mjek, në cilin termin është i lirë, a ju ka lecu edhe juve kjo? Po ajo në lecon po shumë pak prej qytetarëve. Edhe a keni ju qaste pasi të caktoni termin aty? Si funksionon për ju? Shumë pak prej qytetarëve shfrytëzojnë këtë mundësi, që është shëndeti im, nëpërmjet të cilës duhet të logohen dhe edhe rezultatet laboratorike shpesh herë mund të ju vetë si qytetar ti downloadoni dhe ti shifni vetë. Do të thotë pa pasur nevojë që të vini nëse nuk ka ndonjë ndryshim nga ajo normalja që vetë i shihni, mirë po ja që shumë pak qytetarë tregojnë se kanë qytetarët vështirësi që të mund të logohen në këtë mënyrë, që t'i shohin edhe terminet e mundshme t'i shohin, edhe rezultatet, po edhe çdo investigim që e kanë bërë prej momentit që ekziston termini im prej vitit 2014, aty pra çdo qytetar mund të shohë ju si sevdije të shihni prej vitit 2014 ku keni qenë, çfarë analize keni bërë, çfarë investigimi keni bërë,
e kështu me radhë, po ja që shumë pak qytetarë po sa ju si mjek familjar tani keni pakës, dhe me thonë, mos të benefit, se jo benefit, po s'paku keni kohë, sepse apo ju edhe ju s'keni pasur qasje në terminet, vazhdimisht kanë qenë të zanu në terminet për tek specialistët për dhënjën e udhëzimeve. Tani dhe me thonë kemi apostafat faqe ku shofim çdo mjek cilën ditë është e lirë. Ajo lehtësohet juve puna. Dhe sa ju po bashkëpunoni me çfarë? Unë nuk kom vërejt se gjatë praksës time nuk kom vërejt se kam ndonjë lehtësim, pasi normalisht edhe numri i specialistëve në fushat të ndryshme, po është ai që është, dhe normalisht se jo kretë pacientët në specializime të ndryshme arrin që të kryejnë nevojat e tyre, pasi që edhe ja në vendin nga vijun nga qytetit e Tetovës kemi specializime ku kemi 1 apo 2 apo 3 specialistë, kurse duke ditur se Tetova është tani qyteti 3. Kemi qenë qyteti 2 në Maqedoni, tani jemi përsëri qyteti 3 me një numër shumë të madh të banorëve, me emigrimet e fundit tani nuk kemi qytet. Po pavarësisht përsëri kemi një popullat të madhe që jeton në Tetovë dhe rrethin, dhe jo çdo herë ne arrim që dhe kjo sigurisht se na krijon edhe neve një nervoz, por më së shumti u krijon pacientëve, pasi ato vinë dhe nuk kanë qasje, normalisht se vinë te ne, thash se ne jemi porta e parë, prej te ne nisin, shkojnë në sekundare, terciare, investigime dhe përsëri duhet kthehen te ne për të marrë recetat e mundshme, për të marrë në një udhëzim tjetër, do të thotë përsëri kthehen te ne, dhe normalisht se krijohet ajo nervoza mes pacientëve. Ne mundohemi t'i kuptojmë pacientët, po se di sa ata neve na kuptojnë, pasi që jemi në pamundësi që t'u akryjmë. Apo keni mundësi ta ktheni besimin e pacientëve tek mjekët, përgjithësi? Po, sigurisht se besimi... A keni folur ndonjëherë si mjek familjar në ato kongrese, në ato simpoziume, si të veproni që të kthehet besimi tek mjekët përgjithësi? Pa keq kuptim nga specialistët e ndryshëm të fushave të ndryshme, por nga anketat që i kanë bërë me qytetarët, unë besoj se një numër i madh i qytetarëve janë shprehur të kënaqur nga mjekësia familjare. Një numër i tejet, ndoshta jo i madh, po edhe shpesh lëvizin prej tek një mjeku familjar tek tjetri, sepse a nuk u jepni domethënë ndonjë ilaç që kërkojnë, si do e bënin këtë drejtim, sepse po lëvizin shumë shpesh, tani kemi shumë lehtë t'i ndrojmë mjekët tam, s'ke nevojë të paraqitesh, s'ke nevojë të shkruash si dikur, ju kujtohet. U mundson regulativa e Fondit për Mbrojtje Shëndetësore 2 herë në vit ta ndrojnë, që nuk është, përsëri do të them, jo pse jam unë mjek familjar, nuk është e mirë që të ndrohet mjeku, pasi një mjek familjar e din krejt gjenezën e krejt familjes. Pra, unë kur vinë një pacient, nëse kam ndonjë ndryshim të rezultati, me njerë kthehem dhe shoh se ai ka familjarët me një diagnozë të tillë, pra duhet ta njoh krejt familjen, që të jemi edhe anamnezën familjare, që të jemi edhe më efikas në punën time. Përsa i përket asaj besimi që thash, du të dalë ajo pak më para, aty krijohet ai nervozizmi, pasi që pacienti nuk mund t'i kryejë disa shërbime në kohë, dhe mendon ndonjëherë se mjeku nuk dëshiron t'ja zajë një termin, nuk dëshiron t'ja kryejë një shërbim, nuk dëshiron t'ja mundsojë një pushim mjekësor, e kështu me radhë. Pra janë ato probleme të cilet janë të përditshme që ndodhin mes pacientëve dhe mes mjekëve, pastaj mënyra e pagesës e cila është në bazë të numrit të pacientëve, ka edhe mjek të cilët thotë, po ja, unë do të provoj ndoshta të kryej në një mënyrë që të krefe numër më të madh të pacientëve, mirë po ingerencat dhe mundësitë janë ato, si për kolegun tim, si për mua. Qofse unë nuk mund t'ja krijoj një udhëzim, nuk do mund as kolegu tjetër, se pse unë mos ja krijoj. Po ja që ka edhe pacientë të tillë, të cilët si ka edhe mjek të tillë. Pra ne krejt jemi qenje njerëzore, as kush nuk jemi të pagabushëm dhe... Nuk di, po besoj që ende s'është sjell ligji për mbrojtjen e të drejtave të mjekëve, apo jo? Ne pacientët kemi, apo jo ligjin për mbrojtje? Po, ekziston ligji Ne guxojmë vim, ndoshta jo absolut mos na keq kuptojnë pacientët, po ne kemi një ligj që na mbron si pacient. Po, ligji për ka 10 vite që përmendet dhe kërkohet. Për të drejtat dhe përgjegjësitë, se ne nuk kërkojmë vetëm të drejta, por kërkojmë edhe përgjegjësi.
Si që duhet edhe pacientët pacientët i kenë edhe të drejtat, çdo mjeku që shkel ligjin, edhe edhe të drejtat edhe përgjithësi duhet i kemi si pacientët edhe mjekët. Por ja që thash, ajo te pacientët është sjell, kurse për mjekët ende nuk është sjell. Ka 10 vite që po i kërkonim duket. Ne kemi draft versionin të përgatitur, e kanë pasur Ministria e Shëndetësisë dhe tani kemi premtime nga antarë të cilët janë të qeverisë, që nuk duhen të përmendi emra, por kur do zgjedhet ajo sigurisht ato do dalin në mënyrë transparente para mediumeve, sigurisht edhe para mediumeve. A mendoni se duhet ta keni këtë ligj dhe a po punohet në këtë drejtim? Pasi që në krejt botën ekziston, pse edhe ne mos e kemi, thash të kemi të drejtat dhe përgjegjësitë, që për çfarë do ankeset kemi drejt ta kërkojmë, por edhe të dihen edhe përgjegjësitë të cilët i kemi nëse normalisht ne nuk hikim edhe përgjegjësive që i kemi si profesionistë mjekësor të fushave të ndryshme. Por një ligj, më mirë një ligj i keq se sa mos ketë asnjë ligj. Pra mirë të ketë një ligj i cili do të ishte edhe për profesionistët mjekësor. Doktor, shfrytëzoni rastin si mjek familjar, po që se doni edhe si kryetari i shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë, mesazhe qoftë në adresë të institucioneve, të pacienteve nga këndvështrimi asaj që jeni mjek familjar, të thotë, jeni aty tash. Sigurisht unë du t'jap mesazh më së shumë pasi që te organet shëndetësore ne ato shkojmë dhe i bëjmë ato bisedat e vazhdueshme me organet shëndetësore dhe i kemi sugjerimet. Sugjerimet e mia më së shumë do ishin në drejtim të popullatës, pra të pacientëve tanë, të cilët ne kërkojmë në vazhdimsi që qytetarët ta ruajnë shëndetin e tyre. Ne kemi disa momente dhe disa dukuri të cilët tani më vitet e fundit i kemi, po edhe më përpara, po tani i kemi në rritje, pra ne kemi vdekshmërinë shumë të lartë, jemi në zonë të kuqe për ka vdekshmëria nga eventet, nga sulmet e ndryshme kardiovaskulare, pra ato i sjellin mënyra sedentare e jetesës, duhanpirja, obeziteti, të cilët tani më obeziteti është edhe si pandemi e shekullit 21 dhe mënyra tani më veçarisht për më të vegjëlit, mënyra e përdorimit e qëndrimit sedentar me mjetet të ndryshme elektronike të cilët i përdorin fëmijët tanë, por edhe të rriturit, pra të kujdesen sa më shumë për shëndetin, pasi që kemi përveç këtyre sëmundjeve kemi edhe numrin të sëmundjeve të sëmundjeve maligne të cilët po ashtu i kemi në rritje në vendin tonë. Pra ka ndonjë problem shëndetësor, ndonjë sëmundje që është stagnuar, doktor? Përveç ato infektive që janë pothuajse. Po përveç ato infektive të cilët falë vaksinimit që kemi në vendin tonë, edhe pse patëm një rramje të dukshme gjatë pandemisë me COVID-19, tani përsëri kemi rritje të numrit të pacientëve të cilët vaksinohen, nga e cila pra i kemi të shmangura disa sëmundje infektive nga të cilët ka pasur vdekshmëri të lartë para 20, 30 apo 50 viteve, tani ato nuk i kemi, por ja që kemi sëmundje tjera të cilët janë të lidhura thash me sistemin kardiovaskular, të cilës i ndihmon duhanpirja, mënyra sedentare, obeziteti, jo aktiviteti fizik, jo të ushqyerit e mirë, stresi po jetot pas stresit, s'dimi, nëse ka ndonjë ilaç, ka ndonjë mënyrë të eliminojë stresin. Bar magjik nuk ka bar magjik për të eliminuar stresin, të cilët pra për fat të keq e rritin numrin e pacientëve të cilët kanë si morbiditet ashtu edhe mortalitet të lartë në vendin tonë. Tema aktuale në mbar botën jo shumë, po thjesht po flitet për hantavirusin. Ju jeni mjek familjar, ju jeni tash edhe apo jo edhe nodën e mjekës edhe mjekëve. Edhe jeni aktiv në shumë shoqata e kështu me radhë, po flitet në mesin dhe çka po flitet në mesin e mjekëve rreth hantavirusit? Unë e di se hantavirusi është i izoluar dhe atje ku ka ndodhur pra është në një kruzer pra ku ka ndodhur, në asi formatave që i kemi dhe është i izoluar si virus dhe normalisht se krejt sistemet shëndetësore bëjnë përgatitjet paraprake që në qoftë se pasi që tani më bota është e hapur dhe njerëzit çdo ditë udhtojnë qoftë me aeroplana, qoftë me anije, qoftë mënyra të ndryshme të udhëtimit dhe mundësia për të prunë është më e lehtë. Mirë, po sigurisht organet shëndetësore me sa di unë kanë marrë masa paraprake, kanë siguruar edhe vakcinat e mundshme, kanë siguruar edhe barnat e mundshme që në qoftë se do të ndodhte në një rast i izoluar të vijë në vendin tonë, sigurisht se besoj se do të veprojnë
me organet shëndetësore, por tani për tani nuk është diçka alarmante, pasi që numrat janë të izoluar, pra në vendet ku janë ato janë të izoluar dhe nuk ka ndonjë përhapje më të gjerë të hantavirusit. Krejt për fund, doktor është doktor. Pavarësisht postit kryetare, Andi Kënej. Doktor, tash temperatura ndryshuan jashtëzakonisht shumë. Duket s'ka person që... Variacione pat shumë. Po, duket që nuk ka për momentin ndonjë person që është në rregull, pasur ndonjë, nëse jo problem serios shëndetësor, s'paku ndonjë luhatje ose ndonjë kokëdhimbje, ose dhimbje të eshtrave kështu me radhë. Na pret një verë, si duket nxehtë dhe një ndryshim shumë radikal apo jo i temperaturave. Sugjerimet, mesazhet e juaja ditëve të fundit patëm oscilime shumë të lartë, thotë ulje dhe ngritje të temperaturave që gjithsesi ato ndikojnë të çdo organizëm dhe të çdo qytetar dhe veçanërisht ato pacientë të cilët ne i thirrim si meteoropat, të cilët ndikojnë ndryshimi enorm i temperaturave, po sigurisht edhe të pacientët të cilët janë me smundje kronike, por jo edhe krejt qytetarët i prekën dhe i tangon. Ne çdo herë duhet konform temperaturave dhe të adaptohemi, pra të dimë si të sillemi në temperatura të ndryshme. Gjatë tani thash thatë edhe vetë vinë ditë të nxehta të verës, përdorimi kondicionerëve të ndryshëm, sa është i dobishëm atë që është i çdamshëm, mënyra e përdorimit, pra mos dalja menjëherë prej ambientit shumë të freskët në ambient të nxehtë, apo e kundërta, kujdes konsumimi i lëndjeve, pasi që kemi ne vapë dhe konsumojmë qoftë ujë, qoftë lëndje me shumë të ftohtë, dhe normalisht se ata pacientë të cilët janë më të ndihshëm dinë ta dëmtojnë shëndetin e tyre dhe pastaj na shtohet numri i pacientëve të cilët vinë në ordinancat tona dhe ne sigurisht se dëshirojmë që sa më pak pacientë të kemi të sëmurë në ordinancat tona. Po. Edhe krejt për fund ashtu si që fillua me duke ju prezentuar si kryetar të ri të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë, do kemi apo jo tani edhe takimin e radhës profesional të mjekëve në Struk, si çdo vit që është bërë. Ma veç e kaluam jubilarin, apo ishin 30 vjet të plota nëse nuk gaboj. 30 vjet e kaluan, ne tani më i kemi përgatitur edhe temat e mundshme të cilat do t'i kemi dhe shpejt ne do të kemi një mbledhje atë që u thash në fillim të kryesisë së re dhe të kuvendarëve të ri, ku do t'i shpalosim temën. Prej aty do ta marrim pra edhe miratimin për temat e re dhe normalisht do ta bëjmë edhe njoftimin e parë, si këtu në vendin tonë edhe më gjerë, edhe për krejt ata të cilët janë të interesuar dhe do të dëshirojnë që të marrin pjesë. Zakonisht e dini si zakonisht mbahet javën e fundit të tetorit, pra java e fundit dhe fillimi i nëntorit të dikundit 30 dhe 1 nëntor. Kjo do të jetë java ku do ta mbajmë. Ngelen përsëri ta mbajmë në Struk, aty ku e kemi mbajtur në mënyrë tradicionale, takimet tona profesionale, sa ditë, si do zgjatë, se sa do t'i merrni detajet, sigurisht në basi të vendosin organet e shoqatës. Doktor, ishte kënaqësi që kemi në studio, falenderojmë edhe një herë që ndatë kohë dhe çdo herë kur kemi nevojë për ju, qoftë si mjek familjar, qoftë si përfaqësues i Odës së mjekëve, edhe tash e tutje besoj që do të bashkëpunojmë si deri tani me shoqatën e mjekëve shqiptar të Maqedonisë, Veriut, për çdo herë dhe për çdo temë që do të kemi nevojë. Faleminderit Sevdije, faleminderit edhe krejt shikuesve të cilët na ndoqën dhe do të na ndjekin në emisionet e yja të ardhshme. Faleminderit. Falënderimet shkojnë gjithashtu edhe në adresë të juaj shikues të nderuar, kaq për sonte. Shifemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbëjtje.